Pas 41 ditësh, Dua Lipa reagon për herë të parë, kritikon ndryshimet në ligjin mjedisor dhe flet për protestën në Shqipëri. Pas 41 ditësh, protesta është përditshme në Tiranë, Dua Lipa reagoi për herë të parë për zhvillim në Shqipëri, duke zgjedhur të flasë për ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, por pa bërë ende të qartë qëndrimin e saj ndaj protestës qytetare. Në episodin e ri të Service 95 Book Club, ku bisedoi me shkrimtaren Lea Ypi për librin Frikë, këngëtare me famë botërore, preku dhe zhvillimet politike në Shqipëri. Me prezantimin e episodit, thuhet se biseda nuk ndalet tek kujtimet e Lea Ypit, por në rrjetin e komunizmit, por në kuptimin e lirisë dhe zhvillimeve aktuale politike në vend. Së bashku flasim për realitetet e ndryshimit politik dhe frymëzimin që marrin nga protestat politike që zhvillohen në Shqipëri tani. Fragmentin e publikuar paraprakisht, Dua Lipa shprehet: ne nuk mund të flasim për historinë e Shqipërisë pa folur pak për Shqipërinë sot.